Do shkojmë në disa rrugica të jetës tënde, por dhe pak në rrugicat e pashtruara të Toskanës ku ti kalon një pjesë të madhe të jetës tënde personale dhe romantike. Për 11 vitesh kam një lidhje dhe një marrëdhënie shumë të bukur me një partner italian që solli edhe një ndryshim shumë të madh në jetën time. S'ka vend më të mirë në fakt për të shijuar një gotë verë me njeriu që do se sa vreshtat edhe gjithë. Edhe s'ka vend më të mirë dhe më të bukur se zona e Toskanës për të shijuar një gotë verë, sidomos me partnerin. Ashtu aq të mirë se e kam. Edhe më thal Kita, fati më ka trokitur nder më në fund dhe e kam lënë djalin duart besuar. Ai nuk tenton asnjëherë të bëj babain për djalin tim, po në fakt po e ka bërë babain, atë baba që i ka munguar, edhe ti në një kuptim ja besove Davidit rritin e djalit, edhe shumë emocionuese kur shikon se ti një burr që dashuron një grua, dashuron me çdo peshë që ka mbi supë, me çdo plagë që ka në zemër. Ti për shkak të jetës ishe detyruar që ti ishe një vajzë edhe djalë edhe vajzë. Po, më shumë të luftoje. Po, më shumë burr se sa grua, sepse duhet të bëja dhe të mirën dhe të keqen dhe të fortën dhe të dobtën me djalin, edhe detyrohesha të bëja dhe babain shumë shpesh edhe me Davidin. Gjeta një njeri më në fund që të ndihesha fermër sepse isha lodhur. Edhe ai më ndihmoi shumë për djalin, për edukimin e tij. Davidi u kthye në babain e Gerit. Me sa shoh, babai është ai që të rrit. Edhe i ka dhënë modelin e babait shumë të mirë dhe ka shkuar gjithçka shumë mirë. Edhe sot jemi vërtet bashkë. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.